Zemra ime parë një nuk dija që ti këndoje spanjisht e sa të shkonte. Po, s'di, nuk tërë. Mua më çuditë me hyrjen këtu një. Do më thënë që të tregoj se çfarë mund të bëj. Aurelia Gace, nuk e vija në diskutim potencialin tënd, te këngët shqip po, por që hyre me këngën rock këtu dhe më bëre mua të çmendem të dridhem që të pam në YouTube me këngën spanjolle dhe ndërkohë shtatzan, sa muaj ishe? Aty kam qënë 2 javë para se të lindja të jepja jetë Gresit, vajzës së madhe. Jo më kohë se ka dalë, kemi vënë re që ka dalë në mond këto kohë të fundit që të performojnë artistet edhe se janë shtatzan, si që ishte dhe Rihanna në Super Bowl. Po. Edhe si që ka qënë dhe Beyoncé gjithashtu. Po, kur e bëm bota, wow! Kur e bëjmë ne, ma mirë! Po shiko, nëna tona, gjyshet tona, kanë punuar të shkretat me barkun këtu, kanë pas deturën e druve në krah, e su ka thënë njeri, au lodhea, bravo të qofta. Po. E kupton, të ashti, këndove, po, edhe këndohet ashtu. Dhe ka të drejt, ju lutem, dua të shikojmë pak tani në Why Not performancën e Aurelia Gaces kur ka kënduar Bam Bolero dhe kthehemi në studio me bandën që do e shoqëroj, banda Boni Gati. Mos e, jo, të keshe, mos marrë gjokon, mos i bjerë fare se ka marrë të flasë, të lutem. Jemi me Aurelion për të folur sot. Dhe me që ke ardhur për të folur, unë kam një gazetar. Atë dorën, kështu se edhe unë e kam kur këndoj. E kur e shoh vete në njërë dhe more, qa ka dash të thot autori me të?